Në mes të qytetit të Fushkrujës, lumi që dikur ishte burim, sot është kthyer në rrezik për shëndetin e banorëve. Këto të fundit dhe bizneset që ndodhen pranë lumit, po përballen me ndotje ekstreme dhe erë të pakëndshme që nuk i lejon të hapin dritaret. Situata është përkeqësuar dhe ndjesia që përshkron komunitetin është nga çasti në çast mund të shpërthejë ndonjë epidemi. Qytetarët i bëjnë thirrje urgjente Bashkisë së Krujës me në krye Artur Bushin, që të veprojë menjëherë dhe të pastrojë lumin nga mbeturinat. Si shihet dhe nga pamjet e dërguara në redaksi, lumi është mbushur plot me plera dhe rrezikon shëndetin e qytetarëve. Banorët e Fushkrujës nuk kërkojnë asgjë më shumë përveç se zëri i tyre të dëgjohet dhe ankesat e tyre të marrin zgjidhje. Në rastin konkret duan një zonë të pastër. Përshëndetje, në qytetin e Fushkrujës, në mes të qytetit kalon lumi. Anash lumit ka familje, biznese. Është bërë lumi si bombë me sahat. Nga momenti në moment mund të shpërthejë një epidemi. I lutem bëheni publike këtë problem që të pastrohet. Shpëtoni jetë njerëzish. Ky qytet është përmbytur disa herë. Tani era e rënd nuk ka le të hapim as dritaret, shkruan një banor i shqetësuar.